Ore, po qa pate e birë? Qa pate? Ora 2:03 e natës, që rash në gjumë të lash me Markon e me Mateon duke biseduar atje tek barja s'ku ishit ti jashtë. Po pini cigare. Pse i këti të qunë? Se patë re për shamu nuk e lë. Sa takoj, sa të vishtej në Gjenova. Lyf. Pse qa e diti si ta kalen një teme të tata atje gati atë fitorin? Të të rria tjeri. Atje. Ma kush e di ka pas në arsye të fortë, se mora vesh fare, se unë e lash me Markon këtë. Ishin duke folur, biles po i thoshe Markos, po mësonte për loj Markon Kiçua. Po jep të këshilla Markos, se si, qaj qysh tek, pastaj erdhi Mateo aty, po flisnin pastaj për lojën e Rogertit, po flisnin për marrëdhënien e Markos me Rogertin, që kishte dalë Marko i njërë me Rogertin diçka të tillë çangatroj, e dëgjova fillë për pe, ora 3:03 gjys, tha, ok, po fleun, se janë qetë këta. Ai ka ikur si gjindi natës. Lyfi. A që të shofim në për shembull? Që do shofim të shë? Nese, vetës jam bërë. Vetës. Se kur hyre, le që kur hyre kjo në bik, mire tha kjo. E di vetë kur do hyre dhe di vetë kur do dalë. Shihemi në finale. Po që finale, pse kjo është finale a birë? Pse e birë? Pse? Ose s'ka mundësi, se ka nuhatur për shumë në një gjë, se s'ka mundësi, ka nuhatur në një gjë. Se zakonisht kështu që kemi parë inteligent është këtë drejqë. Ka nuhatur në një gjë për shumë aty edhe ka thënë kotë që rri.